Aida Hanaj, që drejton Byron Kombëtar të Hetimit prej 5 vitesh, nuk ka mundur të dorëzojë dokumentacionin nevojshëm për rikandidim brenda fatit saktuar, duke u përjashtuar nga mundësia e një mandati të dytë. Pas kësaj, Komisioni i Përzgjedhjes, i cili përbëhet nga drejtues të lartë të SPAK-ut, do të nisë një proces të ri seleksionimi për kandidatët që do të marrin pjesë në garën për këtë post. Në këtë proces të ri, kandidatët do t'i nënshtrojnë një verifikimi të detajuar përmes 7 fazave, duke përfshirë testin e arsyetimit logjik, kontrollin mjekësor, testin fizik, ese me shkrim, intervistë për verifikimin e figurës. Pasi të implementuar këto faza, Komisioni do të vlerësojë cilësimin e kandidatëve dhe do të vendosë nëse do të kalojnë më tej në procedurën e riemërimit për të marrë miratimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ky vendim ka mbyllur procedurat për emërimin e Hanajit dhe ka hapur një mundësi të re për kandidatë të tjerë, të cilët mund të kalojnë në një proces të detajuar dhe transparent për të drejtuar një nga institucionet më të rëndësishme të hetimit në Shqipëri.